Policia rrugore Korçës është e pranishme 24 orë në 7 ditë javës në të gjitha akset rrugore të qarkut, duke zhvilluar kontrole intensive me radar dhe dragera për të evidentuar dhe ndëshkuar shkelësit e kodit rrugor që bëhen rrezik potencial për përfshirje në ngjarje rrugore, në kuadër të plan operacionit Road Pol për konstatimin, verifikimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve që përdorin celular gjatë drejtimit të mjetit, janë vendosur 64 masa administrative. Gjithashtu janë arrestuar në flagrancë 2 shtetas dhe janë proceduar në gjendje të lirë 4 të tjerë për veprat penale, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt dhe mosbindja ndaj urdhrit të punojësit të policisë së rendit publik. Janë ndëshkuar administrativisht në total 1036 drejtues mjetesh dhe konkretisht 125 drejtues për parkime të gabuara, 29 drejtues mjetesh janë ndëshkuar për mosvendosje të ripit të sigurimit, 815 drejtues janë ndëshkuar për shkelje të tjera të kodit rrugor, si dhe 3 leje drejtimi janë pezulluar. Policia rrugore e Drejtorisë Vendore të Policisë Korçë apelon për të gjithë përdoruesit e rrugës që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, si dhe të kallëzojnë në numrin pa pagesë 112 për çdo rast të shkeljes së tyre.